Përshëndetje miqtë e mi të dashur dhe mirë se po takohemi sërish në një edicion të ri të këtij emisioni. Një emision i cili do të na jap ndjenja, emocione dhe dashuri shumë të mëdha. Aty ku ëndrat bëhen realitet. Sonte do të performojnë talentat tonë të vegjël. Ata të cilët e ndërrojnë dhe ëndrat e tyre sonte do të bëhen realitet. Padyshim që prindërit janë për kraja e tyre më e madhe gjatë këtij rrugtimi. Prandaj kam nderin dhe kënaqësinë që sonte t'i kem në studio prindërit e konkurrentes sonë të parë, Orela Grajçipsit. Përshëndetje Jeta, përshëndetje Fidan. Përshëndetje Glob Talent, na jemi prindrit e Orelës. Kur ka qenë hera parë që ke kuptuar që Orela e ka talent këndimin ose edhe talentet e tjera që ajo do të shfaqë sonte tek ne? Që Orela ka talent për muzikë, e kemi jetu qysh në moshën 2-3 vjeqare, do me thonë sa ka do një muzikë në televizion, kjo me njëherë ka fillu edhe ka këndu edhe kjo. Orela ka shumë aftësi për muzikë, ne si prindër do t'jemi gjithmonë krah saj për mi realizu ëndrat e saj që i ka në të ardhmen. Fidan, ti si prind, sa je i gatshëm me përkrah Orelën gjatë këtij rrugtimi? Orela me i gatshëm jemi me përkrah 100%. Për neve është më rëndësi që Orela me ecë përpara. Dhe do më thoni të gatshëm me përkrah ato në çdo hap të saj. Po, në çdo hap 100%. Orela, cila është ëndra jote për të ardhmen? Ëndra ime është vetë që jera pianos lirë edhe di të këndoj mirë edhe më pëlqen më shumë macat. Faleminderit shumë, kënaqësi që t'ju kem në studio. Faleminderit juve për përkrahjen. Ishin fëmijë të lindur në një sti, isha torja ime, Mikerinis. Gjeta është braz, mjaltin e bën të li, me sifre se lot në dashuris. Asu ndal, sa dase me flamur, sa dasja ime, andër e pashpres. Faleminderit shumë Orela. Prof Akzem, cili është mendimi yt për interpretimin e Orelës? Mendimi im është Orela mjaft një interpretim fantastik, edhe intonimi ishte i saktë, shumë bukur. Mirë. Më vjen një abi se një krijesë kaq e vogël mund të nxjerrë kaq zë të lartë. Edhe bravo, komplimente. Prindrit e Orelës, si ju do Orela gjatë interpretimit të saj? Glob Talent, faleminderit mas pari që na keni dhënë mundësinë me pa që kënë tonë të interpretu në skenë.
Për neve është një ndjenjë shumë e veçantë me po fëmin tonë tu interpretu kaq bukur. Orela ke shumë e mirë në këndim. Për Orelen muzika nuk është veç hobi, është një gëzim për të. Faleminderit shumë për juve mas pari që na keni ftu. Shpresoj që do të shihemi shumë më shpesh takime të radhës. Faleminderit shumë edhe për juve. Faleminderit Orela, kam nderin që të prezantoj edhe prindin e konkurrentes sonë të dytë, Dua Pirakot, Edona. Përshëndetje Edona. Përshëndetje edhe për juve. Sa është e vështirë për ty si non për me përkra Dua në këtë rrugtim? Për mua nuk është as pak e vështirë, sepse dua ka me pas mbështetjen time dhe të bashkëshortit tim gjithmonë. Ka me ka përkrasja e saj më e madhe për me realizu dua ëndrat e veta që i ka gjithmonë. Jam krenare për Duan. Edhe ne jemi shumë krenare për Duan, faleminderit shumë. Natësia është e imja, faleminderit juve. E ftojmë Dua në skenë.
Faleminderit shumë Dua. Migjan, si të duk interpretimi i Duas? Ka vend për përmirësim kur kap notat e larta, domethënë duhet punoj çik më shumë me diaframën, me frymaren, pra. Por mirë është. Mirë. Mirë interpretimi është, e vetëm të nacioni ka pak do vende, po mirë. Në mosha asaj mirë. Zonja Adon, disa fjalë për interpretimin e Duas. Faleminderit Spori që ja keni dhënë mundësinë vajzës time me përformu një skenë kaq të mrekullueshme. Ju uroj sukses të gjithë dhe fitoft më i miri. Faleminderit Dua. Vazhdojmë me konkurrentin e tretë dhe prindin e saj, e cila është Valentina Fazliu dhe Bora Fazliu. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë si ju gjejmë. Ne dim që Bora vjen nga shkolla e muzikës apo kursi suksesi. Sa është e vështirë për ty si non që me përgatit Borën edhe të ndjek mësimet edhe zakonisht edhe ta ndjek edhe kursin e saj? Faleminderit. Atëherë me Borën ju morë që nga fillimi, që nga hopat e saj të parë, duke regjistruar në parë shkollor, pastaj në klasën e parë ka qenë gjithmonë e hapur për mësime dhe për punë, kom punu intensivisht me ta. Edhe në shkollën e muzikës tani po ndjekte suksesi muziken. Talenti saj o shfaqen moshën 3 vjeçare, aty e kom vrejtone, edhe me sa e di, është shumë mirë me këndimin, ta shuim tash sot, si do t'jetë. Faleminderit shumë. E ftojmë Borën në skenë. Faleminderit shumë Bora. Migjan, si të duk interpretimi i Borës? Më pëlqen goxha timbri që ka. Edhe interpretimi është shumë i mirë. Prof? Mirë, interpretimi është i bukur dhe ngjyra e mirë e zanit, intonacionin e pjesën e parë, pak ma dëm pjesën e dytë mirë. Po si të qoftë mirë. Zonja Valerin, ty si prind, si të duk interpretimi? Dhe ne lutem, se të Si të duk interpretimi? Mendoj që ishte mirë, pak kërkojmë falje se ka qenë me grip, mirë po, kur t'i kaloj, besoj që ka me qenë edhe më mirë.
Kemi ushtru gjatë kohës, po tekstin e din mirë, ushtrimi është i mirë, ta shohim tutje. Faleminderit Bora. Vazhdojmë edhe me konkurrentin tonë të katër, i cili vjen ndryshe nga konkurrentët e tjerë. E kemi Anuarin dhe prindin e saj, e cila është Valerina Kiçina. Përshëndetje. Përshëndetje edhe për ju, faleminderit për ftesën. Faleminderit gjithashtu. Kur e ke kuptu që Anuari ka talent për mirat qifteris dhe sa është e vështirë që ti me u merë me talentin e Anuarit? Anuari që pasi ka kalu 2 vite e kemi vëritur që ka talent jashtëzakonisht shumë të madh për muzikë, mirë po, pas 3 viteve kemi vëritur që ka talent edhe për të krijuar melodi të ndryshme me anë të qiftelisë. Pasi veç e kemi zbuluar këtë talent, jemi interesuar që ta gjejmë një vend ku kemi mundësi mja zhvillu edhe me tutje pjesën e talentit. Kemi kontaktuar me profesorin e shkollës së muzikës Suksesi dhe tani që 1 vit e gjys jemi duke vazhduar te kursi Suksesi dhe kanë arritur suksese jashtëzakonisht shumë të mira. Edhe po kalon jashtëzakonisht shumë mirë, edhe talenti çdo herë po shkon duke u zhvilluar. Faleminderit shumë. E presim Anuarin në skenë që të na tregoj talentin e tij. Faleminderit Anuar. Valerina, si të do interpretimi i Anuarit?
mjaft mirë, edhe pse pak ish melodia gjatë mirë, po ky çdori performon gjitha meloditë dhe ma nuk e ka vështirë as pak që të performoj. Sado që të jetë gjatë, është vazhdon edhe asnjëherë domethënë nuk e ndal melodinë, për shkak se vetë që kam mësuar tash. Edhe besoj që talenti flet vetë. Cili është mendimi juaj për interpretimin e Anuarit? Mendimi për Anuarin ishte i mirë në instrumentalin e këngës në Sofë dhe Tahir Gashani, por disa pjesë të ritmi pak edhe qiftelia jo e akordune. Disa pjesë po mirë, për nga më është Anuari mirë në interpretim e qifteli. Kurse mendimi im, kompliment ta marr, edhe pse melodi ishte e gjatë. Ai asnjëherë nuk u bllokua që në moshën e tij është vështirë. Pra, bravo. Vazhdojmë me konkurrentën tonë të radhës, Alea Prokopuca dhe prindin e saj. Përshëndetje. Përshëndetje. Çfarë ndjenjë është për ju si prind ta shohësh Alean duke zhvilluar talentin e saj dhe duke interpretuar këtë para teje? Po është një ndjenjë shumë e mirë, si baba për vajzën e vet, kur t'ja sheh një talent që ka, duhet me përkra deri në maksimumin sa kena mundësi. Unë jam i kënaqur shumë me Alean drejtar sepse të njëjtin profesion e bujmë bashkë, edhe ka ma lehtë me mu, edhe punojmë së bashku. Uroj me kon e më e mira për vajzën time. Dhe ne gjithashtu i urojmë Alea shumë suksese dhe të ftoj në skenë. Është një bilbil në fshatin ton, për një vasha i këndon. Është një bilbil në fshatin ton, për një vasha i këndon. O te burimi do ta pres, sa ti sho dy sytë e zez. O te burimi do ta pres, sa ti sho dy sytë e zez. Kno bilbil ti fushave, bash me konge bashave, që këndon lëndinave, prane pran kodrinave. Kno bilbil ti fushave, bash me konge bashave, që këndon lëndinave, prane pran kodrinave. O ky bilbili ka një hall, për kët vasha i ka shumë mall. O ky bilbili ka një hall, për kët vasha i ka shumë mall. O te burimi do ta pres, sa ti sho dy sytë e zez. O te burimi do ta pres, sa ti sho dy sytë e zez. Kno bilbil ti fushave, bash me konge bashave, që këndon lëndinave, prane pran kodrinave. Kno bilbil ti fushave, bash me konge bashave, që këndon lëndinave, prane pran kodrinave. Faleminderit shumë Alea, një interpretim i mrekullueshëm nga Alea, apo jo Profakze? Një këngë shumë e bukur, por edhe interpretimi i bukur nga Alea edhe vibracionet në vendet e duhura. Shumë mirë. Vetëm sukses. Interpretimi, por nuk ka kjo nevojë për mikrofonin, mikrofoni ka nevojë për te. Bravo, komplimenta. Për ju si prind, se ishte interpretimi i vajzës suaj? Për mua ishte shumë i mirë. Faleminderit juve për mundësinë që na i keni dhënë që këta të tragojnë fëmija talentin, jo s'vajza ime, po të gjithë fëmijët që janë këtu. Ju uroj sukses, ju uroj më të mirat. Faleminderit shumë. Vazhdojmë edhe me konkurrentën tonë të radhës, një talente të re, Rajana Azabërgja. Në studio kemi edhe prindin e saj. Përshëndetje. Përshëndetje juve. Për ju si prind, sa është e vështirë dhe sa është sakrificë që ti ta menaxhosh kohën e Rajanës, pasi që dihet që ajo ndjek edhe mësimet zakonisht në shkollë dhe është pjesë e edicioneve tona? Tu e marë parasysh edhe krejt obligimet tjera që i kemi, se Rajana villon mësem, vjen edhe kursin e gjuhës angleze. Si prind e kemi vështirë, po tu e pa parasysh talentin e saj ne përkrahim çdo moment, edhe gjejna kohë për to gjithë. Rajana, cila është ëndra jote për të ardhmen? Të bëhen një këngëtare e pashme si Ritania. Edhe ne të urojmë shumë suksese. E ftojmë Rajanën në skenë. Qka ka zugu që buqan, kalon shpi, kalon batane.
mirë, e këqy rrugën dimën vire, e këqy rrugën nane mbar, dite naljen dirën obe. Faleminderit shumë Rajana, një interpretim tjetër e mrekullueshëm apo jo? Se në të ardhmen e Rita ora do ketë kënaqësinë të bëj një bashkëpunim me ty, sepse ke zërin të mrekullueshëm. Patjetër. Faleminderit. Për ty zonja Donika si prens, si do të ketë interpretimi i Rajanës? Shumë mirë, pak me emocione, si zakonisht, po mirë. Mirë. Faleminderit shumë. Ne vazhdojmë edhe me konkurrentën tonë të radhës, e cila është Haria Hoti, ku në studio kam edhe prindërit e saj. Përshëndetje. Përshëndetje edhe për juve. Ne e dim si një thënie edhe e vjetër popullore që vajzat janë për babat dhe djamt janë për nënat. Si mendoni ju se si e komentoni këtë shprehje? S'po ju falenderoj për ftesën, po ashtu të është, gjithmonë baballarët janë të lidhur më shumë me vajzat. Kështu që edhe unë si këtë prind tjerë jam shumë i lidhur me Harejan. Ju si prinda mendoni që për Haren muzika ka me kanë çelësi i talentit dhe i karrierës së saj? Nëse vazhdojnë me këtë angazhim edhe me këtë përkushtim që e ka, besoj që po, se talentin veç e ka, këto më kanë thënë edhe shumë të tjerë, edhe kom vrejt edhe vetë, besoj që nëse angazhohet edhe merr me seriozitet, do të arrijnë shumë lart. Faleminderit shumë edhe ne ju urojmë shumë suksese Harejas. Faleminderit edhe juve. Të ftoj në skenë. Albulina, o moj prita, prita ndal sultano, se derdi dita, skëndër piu, o primajës kalit si rufi, ja o pos bret primajit, skëndër piu, o ja boni bit, o të zura, o në albulin, as një gjallo, nuk do të shpëtoj, fushën gjaku, o do të mbuloj, as një gjallo, nuk do të shpëtoj, fushën gjaku, o do të mbuloj, marushtrino, o e murika, e brenozin, o se zudita, me vrapasho, o se zureziku, mirë kush mbeto, o more lumë kushiku, albulina, o moj gropa, gropa me tushtria, o mor miq për kurba, për vendono, o mor për liri, albulinën, o e boj marpri, për vendono, o mor për liri, albulinën, o e boj marpri. E falenderojmë shumë Harejan, edhe një interpretim tjetër e mrekullueshëm nga Hareja, si ju duk? Një këngë shumë e bukur, por edhe interpretuar bukur nga Hareja, me zët e poster dhe emocional. Vetëm suksese. Pyesim pak edhe mamën e Hareja, si të duk Hareja? Po edhe emocionën ndoshta e bonën vetën edhe nga tru pak. Faleminderit shumë Hareja. Vazhdojmë me konkurrentën tonë të radhës, Andra Sheho, e cila në studio është
me prindin e saj. Përshëndetje. Përshëndetje. Në studio pra kemi mamën e dy vajzave. Sa është e vështirë të kujdesesh për to dhe çka nëse edhe vajza jote tjetër dëshiron të bëhet ose ndron që të jetë sikur ëndra? Unë si nanë e dy vajzave nuk e kam as pak të vështirë këtë pjesë, sepse e bëj me kënaqësi për vajzat e mia, sikur edhe vajza tjetër ta zgjedhte këtë profesion do ta përkrajë në çdo moment. Ju faleminderit. Ne të urojmë shumë suksese ëndra dhe të ftojmë në skenë. U bë qielli si vulkan, toka gjaku nuk e mban. Unë e shikoj në tym dhe flak, si ndajnë burrat nga grat. Unë e shikoj në tym dhe flak, si ndajnë burrat nga grat. O për çka nana ka po djalë, o për mbi dorë çka ut përball. Unë do luftoj me zemër plot, ne me pushkata me tokë. Unë do luftoj me zemër plot, ne me pushkata me tokë. Kush lufton në ato male, është ushtria çlirimtare. Kush lufton për këto troje, kush Kosovës i bën roje. Mbushën trena për kufi, unë mbushën varre plot fëmijë. Unë shikoj nënën dhe më thot, s'mund të qaj se s'kam as lot. Unë shikoj nënën dhe më thot, s'mund të qaj se s'kam as lot. Kush lufton në ato male, është ushtria çlirimtare. Kush lufton për këto troje, kush Kosovës i bën roje. Faleminderit shumë ëndra. Si u duk ëndra gjatë interpretimit? Një interpretim shumë i bukur, intonacionisht e i saktë, zë, kristal dhe i ëmbël. Vetëm suksese. Dhe pse kënga ka goxha ndrim me tonaliteti, apet i ka qëndruar domethënë vijës melodike të zërit shumë mirë. Pyesim pak edhe momin e ëndrës, si të duk interpretimi i ëndrës? Me emocion pak, mirë po është fillimi ëndrës në këtë drejtim, kështu që shpresojnë sukseset më të tjeshme. Faleminderit Edhe ne juve urojmë që ja ëndrës keni shumë mundësu. suksese. Faleminderit shumë. Faleminderit profesorit. Sukses ëndra. Vazhdojmë edhe me konkurrentët tona të radhës, të cilat i kemi në studio dy vajza, të cilat e kanë zgjedhur rrugën e njëjtë drejt karrierës së tyre. Përshëndetje Lorena dhe përshëndetje Liana. Përshëndetje mami i tyre. Sa ka me qenë e vështirë për ty, pasi që ne pedim që dy vajzat e tua kanë zgjedhur që me pas rrugën e njëjtë drejt suksesit, sa ka me ka vështirë për ty për me i përkrah dhe sa ka me qenë e përballueshme që ti me qëndru me to deri në fund? Jo, nuk është as pak e vështirë, ne si prind të jemi gjithmonë pranë tyre, vështu të kenë sukses gjatë karrierës tim. Edhe ne ju urojmë shumë suksese dhe i ftojmë ato në skenë. Kosova krenare
Faleminderit shumë Liana, si ju duk interpretimi i saj? Një jazz i shkëlqyshëm edhe më pëlqen shumë sepse çfarëdo lloj tonaliteti të ketë zëri, domethënë si të lartë, si të ulët, ajo e interpreton shumë mirë dhe më pëlqen shumë, shkëlqyshëm. Një këngë folklorike kënduar shumë bukur me tonalitet e pastër dhe zë të ëmbël kristal. Vetëm sukses. Faleminderit shumë. Ftojmë Lorena në skenë. Faleminderit shumë Lorena. Edhe Lorena ishte fantastike në interpretimin e tij, apo jo? Edhe interpretimi ishte shumë i bukur, me zë të pastër, me vibracionet e mira, vetëm sukses. Patjetër ishte shumë mirë, thjesht ka pak nevojë për punim në diafram. Domethënë pra frymarrja, që edhe zëri mos dali shumë i lodhur në fazën kur e zgjat pak tonacionin. Bravo. Pyesni pak edhe momën e vajzave, si po ndihet që po ishe dy vajzat e saj duke interpretuar? Shumë bukur. Ndjenjë veçantë. Faleminderit shumë. Vazhdojmë me konkurrentën tonë të radhës, Renesa Alilaj. Kam kënaqësi të kem në studio dhe prindin e saj. Përshëndetje i nderuar. Përshëndetje. Çfarë kënaqësie është për ty që ta shohësh Renesën sot në muajt e saj duke shfaqur talentin e vet? Për mua është një kënaqësi e madhe për Renesën sepse ëndra e saj shpresoj që të bëhet realitet dhe e do me gjithë shpirt muzikën dhe besoj se ka prirje. Edhe ne urojmë shumë sukses Renesës dhe e ftojmë në skenë. Sem qit pra mira, tuj punu në dhe
Faleminderit shumë Rinesa. Morëm edhe mendimin e Joris, si ju duk interpretimi i Rinesës. Shumë i pastër dhe i qartë dhe më pëlqen shumë. Bravo, komplimenta. Shumë bukur, tonaliteti mirë, i pastër, zonën e pasur me plot emocion, vetëm sukses. Mendimi edhe i prindit të Rinesës, si ju duk Rinesa gjatë prezantimit të saj? Mirë ka qenë gjatë prezentimit, edhe me gjithë që ka pas emocione mirë ka shku. Mirë, pandemi. Faleminderit shumë, ju urojmë suksese. Vazhdojmë edhe me konkurrentën tona të radhës, të cilat janë dy motra, Erdonita dhe Elsa Hoti. Përshëndetje. Përshëndetje. Me konfirmimin e kursit të muzikës suksese, kanë lejen e prindërve për të marrë pjesë në audicion. Elsa dhe Erdonita, si po ndjeni? A jeni të gatshme për me performu? Atëherë juftoj në skenë. Faleminderit shumë Erdonita. Si është interpretimi e Erdonitës? Interpretim shumë i mirë. Ka vend për përmirësim, okay? Por asnjëherë nuk mbaron përmirësimi, që kështu mirë është. Interpretimi është i mirë, po në disa vende tonaliteti jo bashkë i saktë, po mirë, ka përmirësim. Faleminderit shumë Erdonita. Ftojmë në skenë Elsën. Faleminderit shumë Elsa. Si ju duk interpretimi i Elsës? Interpretimi është shumë i bukur, me zat pastër dhe kristal, tonaliteti mirë. E ndjek shumë mirë, vijën melodike me zërin e saj. Shumë mirë, fort. Faleminderit shumë Elsa, ju urojmë suksese të dy motrave. Faleminderit. Për Family Jam, për Fakzim, si ju duken konkurrentët e natës së sotme? Nata sotme ishte perfekte, shumë voglusha dhe voglushe, plot talent, që të kënaqin shpirtin dhe e bëjnë skenën për vete. Po ashtu nota sotme ishte shumë e mirë, me do konkurent do të mirë, do jo mjaft të mirë, por besoj ka vend për përmirësim gjithmonë. Ju urojmë suksese talentave tonë të vegjël, kaq për këtë mbrëmje me që jemi javën tjetër.